Njëna prej video më të mira që është postu nga nëna Shqipëri, nga Tirana më saktësisht, është ky Melaçi e vogël dhe shkrimi që është bo për nënën Shqipëri. Atëherë ta shikojmë që video, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Sinqerisht po m'knaqet zemra kur prindrit po i mësojnë fëmijët e tyre që toka jonë shqiptare është shumë e shenjtë dhe nuk bën me asnjë sen të ndrohet ose të shitet, sepse ata dëshmor që kanë dhënë jetë për këtë liri kanë luftue për që të toka që na mi pas e me i gëzua. Mua sinqerisht kjo Melaçi e vogël ma ka ndrejq disponimin kur e kom pa këtë video e me këta shkrim. Jëm krenar që jëm shqiptar, pasha zotin e madh ka e bëjt qëtë video që ta është zemra po m'knaqet. Le t'i kallzojmë Edi Ramovicit që po munohet me qit në përçatia atje në për kolma që që thojmë në knejka Kosova, që rjeti me undal e mos me u shpërnda videot që qytetarët nga nëna Shqipëri kanë dalur masivisht për me ja tregu e vendin Edi Ramovicit. Edhe diçka deshta mi u thonë, nuk jena na shqiptarë që rrina veç në kafe, kur vjen puna për toka tona, jena në gjendje dhe jetën me dho, sepse vendi jonë është gjaku jonë, është krenaria jonë, është gjithçka që ka kena. Elhamdulillah që jena shqiptar, edhe mallkut shoft aj që s'na dë bashk. E ty Melaçi e vogël, Zotit rujt për i çdo të keqe, u rriq me tënat mirat e u bëf shqiptari maj miri.